Territori shqiptar për datën 28 shkurt 2026 do t'jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira në zonat qendrore dhe veriore, ndërsa verilindja do të ketë më shumë intervale me diell. Pasditja vijon me mot të qetë dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell në varësi të zonës. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:10 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 9 deri në 16 gradë Celsius.